Në Pallatin e Sportit Aslan Rusi sot në orën 12 është mbajtur konferenca e shtypit nga presidenti i Federatës Shqiptare të Basketbollit Afni Ponari, ku përveç bilancit të verës së basketbollit me 7 ekipet kombëtare që po marrin pjesë në turnet përkatës, u prezantua dhe kombëtarja e madhe 20 lojtarë që janë grumbulluar më një gusht. Trajneri Qipriot Konstantinidis paraqiti planin e punës, analizoi kundërshtarët Slovakinë, Malinezi dhe Gjeorgjin, si dhe dha mendimin e tij për lojtarët e përzgjedhur. Sipas ish trajnerit të Prishtinës, ky projekt ka nisur me djemë të rinj, ku rezultati i vërtet do të shihet pas 2 vjetësh në eliminatorët e Europianit 2019. Të gjithë ekipet e moshave, pavarësisht rezultateve, janë menduar që t'i shërbejnë të ardhmes, do të shtonte Konstantinidis. Objektivat e skuadrës janë që të fitohen 3 ndeshje në Tiranë, ku me Slovakinë është më e mundur, ndërsa me Gjeorgjin dhe Malinezi pak më e vështirë, meqense kanë lojtar NBA dhe Eurolige. Tekniku ishte i zhgënjur me lojtarët që nuk erdhën në kombëtare, pasi me ta kishte nisur komunikimet që në mars kur dhe mori detyrën. Shqipërisë në këto eliminatore do t'i mungojnë Franco Bushati, i cili luan në Serie A me Brescian, Claudio Ndoja që luan në Serie A me Virtus Bologna dhe amerikani naturalizuar Kevin Dardel që sapo ka nënshkruar me Pinar Karşiyaka, ish kampioni e Superligës turke. Ndër të tjera në konferencën e shtypit, presidenti Ponari dhe trajneri Konstantinidis do të shpreheshin. Ne jemi në fazën e zhvillimit të një projekti që tashmë sapo ka filluar, të pjesëmarrjes me ekipet e moshave 14, 16, 18, 20, 16, 18 femra. Rezultatet e pritshme nuk janë atje ku duhen, megjithatë ne kemi filluar një projekt i cili shpresojmë që kjo kombëtare në 2-3 vitet e ardhshme do jetë dinjitoze dhe do kemi rezultate shkëlqyera. Stërvitja sapo ka filluar, përgatitjet sapo kanë filluar, ekipi kombëtar përveç stërvitjes do ketë, ka dhe 2 miqësore që do të zhvillohen 2 grupime, 2 turne, që është njëra në Qipro, 16-22 dhe tjetra në Estoni, që do ndeshen me ekipet shumë me kombëtarët nga më të mirat e Europës. Pra ndodhemi përballë jo më 6 ndeshjeve që janë të eliminatorë, por ndodhemi përballë 12 apo 15 ndeshjeve, pavarësisht se janë miqësore, ne duhem që të tregojmë që jemi dinjitoz dhe e kemi vesh me dinjitet bluzën tonë. Doja të theksoja që në të gjithë në ekipin kombëtar bëjnë pjesë lojtarë nga kampionati ynë kombëtar, bëjnë pjesë lojtarë që kanë luajtur në kampionatet e huajt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Itali, kampionate italiane, greke dhe në Kosovë, angleze, në Angli e tjerë, dhe kjo është një eksperiencë e re, është një përvojë e re. Falenderoj gjithë atyre që janë përgjegjës thirrjes kombëtares, dhe natyrisht dëshira për të marrë pjesë dhe për të vesh bluzën e kombëtares është e gjithëve, sepse nuk mendoj që mund të ketë njëri që nuk e ka dëshirë, sepse edhe në një që s'ka ardhur natyrisht ka qenë i angazhuar në aktivitete dhe në kontrata të reja. We will try to create. Duam që të krijojmë një ekip të shëndetshëm, kualitativ dhe me sa më shumë aftësi të mundura, të cilët duhet të vendosin një target të tyre për të rritur cilësinë e tyre si lojtarë. Ne do të përpiqemi këtë verë, por s'mund të mos marrim parasysh situatën e vështirë që kemi përballë. Njëra nga arsyet është sepse jam një trajner i ri që ju shoh për kombinojmë të punojmë për herë të parë, dhe arsyeja tjetër është ekipet të cilat kemi përballë dhe aftësitë që kanë lojtarët të këtyre ekipeve. Veçanërisht kur analizojmë ekipet e Gjeorgjisë dhe të Malit të Zi, kur marrim parasysh që përbërja e lojtarëve është kryesisht e eksperiencave të NBA-t dhe të Euroligës. Nga përbërja e ekipit, po shikojmë që kemi prurje të reja dhe një nga qëllimet edhe për krijimin e këtij grupi sa më cilësor është dhe prurja, afrimi i sa më shumë lojtarëve të rinj me moshë të re. Dhe do të bënim gabim nëse do të përqendroheshim vetëm në kompeticionin vetëm të kësaj vere. Duhet pyesni dhe të merrni shqetësimin e presidentit të Kretës, sepse ai është që ka më problem këtë pjesë, ndërkohë që eksperienca të mëparshme të tilla ka pasur dhe dita menaxhoj situatën mjaft mirë, sepse këtu nuk kjo është vetëm për këtë verë, por për një projekt më të gjatë për të punuar në mënyrë profesionale. Atëherë është e kotë të parashikojmë një klasifikim të grupit, duke marrë parasysh atë që thamë më parë, që ekipet e Malit të Zi dhe Gjeorgjisë kanë diferenca të dukshme ndaj ekipit tonë.
por ajo çfarë synojnë ose puna e fortë dhe intensive ka treguar që dhe ekipe si Islanda kanë arritur të paraqiten mjaftueshëm mirë në Eurobasketin e kaluar, por që ajo që tentojmë tani është të vendosim një bazë, një themel për vitet e ardhshme të Eurobasketit. Ajo çfarë tentojmë të bëjmë këtu është që t'i kushtojmë rëndësi çdo lloj momenti në lojë, të jemi agresiv në fushë, ndaj çdo mbrojtje, ndaj çdo sulmi, ndaj çdo kapje topi në tabelë dhe çfarëdo tjetër për t'ia bërë sa më të vështirë të mundur, sidomos në Tiranë, kundërshtarit rezultatin fitues.